Po vazhdojmë sot seancën gjyqësore, pranë gjykatës themelore në Prishtinë Departamenti Special, sipas akt akuzës Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës me numrin dorë 75/2023, me të cilën akt akuzë të datës 11/09/2024, Prokuroria Speciale akuzon tani të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić dhe Dušan Maksimović, të akuzuar për shkak të veprës penale, kryerja e veprës terroriste të sankcionuar nga neni 129 paragrafi 3, lidhur me paragrafin 1, lidhur me neni 128 paragrafi 1, nën paragrafet 1.1, 1.3, 1.7 dhe 1.10 të kodit penal të Republikës Kosovës, që tani është në fuqi, dhe veprat penale të rendit të kryera kundër rendit të kushtetues të Republikës Kosovës, të sankcionuara me neni 126 paragrafi 1, nën paragrafi 1, 1.1 dhe 1.2 të kodit penal të Republikës Kosovës, e të njëjtat të lidhura me neni 118 të kodit penal të Republikës Kosovës. Fillimisht, para se me vazhdu, po konstatoj prezencën e palëve që janë prezent. Po. Pre početka rasprave... Para fillimit të shurtimit, vetëm t'ju njoftoj se dëshmitari Miloš sot është i pranishëm dhe është në gjykatore. I njëjti ka vendosur që ta respektoj gjykatën dhe të përgjigjet, edhe pse e kam njoftuar që nuk ka nevojë të vi ashtu siç jemi marrë vesh më herët. Palu pastaj po konstatoj që është dëshmitar dhe vendosëm edhe për kitazi me dëshmitarin. Atë reprezenton prokurori special, realisht edhe përfaqësuesi i kësaj lande, prokurori Naim Abaze, prezent, i panderi Blagoje Spasojević, prezent, mbrojtësi Ljubomir, prezent, Vladimir Tollić, prezent, avokati Miloš, prezent, i panderi Dušan, prezent, pa ashtu edhe avokatja Jovana veçësisht prezent. Për të dëmtuarit sot, avokati Arjanit Koci, prezent, faleminderit avokat që keni arrit me ardhur sot në seancë. Dërsa për të dëmtuarit tjerë, avokati Naim Rudari dhe Besjana Ismaili, po më duket që për momentin nuk janë në salë, pse të njëjtit janë njoftuar në mënyrë të rregull dhe kanë konfirmuar paraprakisht pjesëmarrjen në këtë seancë. Alban Rashiti, Albani prezent, për dëmtuve, Çlirim Shashiri, prezent, Mirsad Kryziu, prezent, Sadat Dushi, prezent, Lumnie Bunjako dhe Ljetlum Bunjako, avokat nuk janë këtu, jeni jo prezent si përfaqësues i tyre, faleminderit edhe njerë. Po ashtu, në këtë seancë prezantojnë edhe përkthyesit interpretet e gjykatës, Burim Kafexhiu dhe Mirvete Tullari. Apo konstatojmë që kemi kushte për mbajtjen e kësaj seance, gjykata merr vendim seanca sot me mbahet e njëjta është e hapur për publikun. Siç edhe po vreni në rrethonat e krijuara, kryetari i trupit gjykues që ka qenë deri tani gjyqtari Arben Hoti, me vendim të Këshillit Gjyqësor është avancuar në gjykatën e apelit nga data 1 janar 2026. Andaj edhe ne kemi marrë veprimet e nevojshme në mënyrë që procesi me shku në kontinuitet dhe me qenë se unë dhe gjyqtari Rahman Beqiri kemi qenë vazhdimsi prej që është hapur shërtimi gjyqësor antar trupit gjykues, kemi vlerësuar që të vazhdojmë të jemi ne dy këtu, ku kryetari i trupit gjykues do të jemi unë nga Dhemoni, gjyqtari Rahman Beqiri antari i trupit gjykues dhe gjyqtari Adonik Shala Abdyli që do të jetë antare e trupit gjykues. A keni vërejtje në përbamjen e gjykatës? Më të konstatoj pa vërejtje për gjithë. Në rregull. Po ashtu ju njoftoj që përveç meje, si kryetari i trupit gjykues dhe gjyqtarit Rahman Beqiri që kemi qenë në vazhdimsi antar të trupit gjykues dhe i dim gjitha detajet e landve, gjyqtari Adonik Shala kemi njoftuar me curinë e procedurës, po ashtu e kemi pajisur me gjitha procedurale të shqyrtimit gjyqësor, për çka nuk kupton se që edhe njëjta tani tutje është në dieni me gjitha mbarvajtjen e këtij procesi gjyqësor. Të akuzumit që jeni prezent, Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić dhe Dušan Maksimović, paraprakisht edhe në shqyrtimin fillestar, por edhe kur kemi hapur shqyrtimin gjyqësor, gjykata ju ka njoftuar lidhur me gjitha drejtat që ju keni në dispozicion si palë në procedurë, a ka nevojë me ju përsërit prapa ato drejta, apo jeni në ndjeni me drejtat dhe më me konfirmu që i dini drejtat e juja gjitha procedurale. Okej, a është në rregull për gjithë, mënyrë që mos të hupim në kohë me çështje procedurale të cilat vetë se janë konsumu paraprakisht. Vazhdo shlirë ardhur të poshtë.
E dini që duni me majtë rënien qetësinë, në të kundërtën gjykata duhet me ndërmarrë gjitha veprimet procedurale që ka në dispozicion. Vllagoje. Shumë shkurt për hir të procedurës. Ka ndonjë ndryshim të dhëna aftua personale apo më me konstatu që kanë qenë ato dhëna të cilat edhe i kemi marrë edhe në shërtimin fillestar dhe në shërtimin gjyqësor. Ishte su podaci kao i pre. Të dhënat janë të njëjta edhe si më herët. Vladimir Tollić, e njëjta pyetje vlen edhe për juve? Në rregull. Të dhënat janë të njëjta. Të dhënat janë të njëjta. Para se me vazhdu me rrjedhën e procedurës, më tutje, dëshmitari Milosh, në rregull, dëshmitar, fillimisht mirë që ju keni përgjigj ftesës gjykatës, megjithatë me qenë se është ndryshu trupi gjykues, ne kemi planifikuar diçka tjetër sot të procedojmë proceduralisht. Edhe kemi njoftu avokatën që ju ka propozuar avokata Jovana që t'jeni sot e prezent. Kështu që për mos më ju humb kohë, na nuk kemi mundësi kohore sot me vazhdu me deklarimin e juaj. Megjithatë, do t'ju kontaktojmë dhe do t'ju njoftojmë lidhur me seancën e radhës kur ju do t'jepni dëshminë e juaj. A është në rregull? Atëherë, nëse doni me qëndru në sallë, mundeni pa problem, se seanca është publike, në të kundërtën mundi edhe me vazhdu, sepse sot nuk do të procedoj me juve. Le të është në vullnetin e juaj. A është e qartë? Okej. Po, avokat e kam anullu për shkak se ky është një prej rasteve më të ndjeshme, sidoqoftë. Edhe si përfaqësues i familjes Bunjaku, por edhe për hir të kredibilitetit të këtij procesit, ju lutem që ta respektoni në mënyrë strikte nenin 6 të Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut për një gjykim drejt dhe sa më efikas. Ashtu besoj që edhe familjet e dëmtuara e arrin satisfaksion në vetë në fund të këtij gjykimi. Faleminderit shumë avokat. Në shqyrtimin gjyqësor, vetë se është lexuar këtë akuzë ndaj tani të akuzuarve, a keni nevojë që prapë lexohet këtë akuzë, a mundemi veç me konstatu të lexuar? Avokat, faleminderit. Prokuror? Avokat, nderuam, a është rregull? Avokatja Ivana, a është rregull? Të akuzojmë rregull. Atëherë konstatojmë si të lexuar atë akuzën e prokurorisë speciale, me qenë se palët heqin dorë, andaj konformnenit 320 paragrafi 2, me qenë se palët kanë heqë dorë nga leximi i aktë akuzës, ne thjesht veç konstatojmë që e njëjta është lexuar. Vllagoje s'pasojë veç. Unë jam i vetëdijshëm që ju jeni deklaruar një herë lidhur me fajsinë ose pa fajsinë e juaj, megjithatë, me qenë se tani ne vetë se kthehemi rishtazi për shkak se kemi ndryshim të përbërjes trupit gjykues, se kështu është rregulli procedural, kemi obligim edhe një herë me qenë se tani vetë se kemi konstatuar të lexuar akt akuzën, a jeni fajtor lidhur me çështjet që ju ngarkon akt akuza. Kao što sam i ranije izjavio, Siç kam deklaruar edhe më herët, momentalisht nuk dëshiroj të deklarohem. Konstatojmë që ju nuk e pranoni fajsinë, sepse kjo është edhe rregulli procedural, nëse ju nuk deklaroni, na duhet të konstatojmë që i pandehur nuk ka pranuar fajsinë. Por e kam qartë, domethënë, deklarimin e juaj. Rregull, mundi më ul. hvala. Vladimir Tollić, e njëjta pyetje vlen edhe për juve. Nuk dëshiroj që të deklarohem rreth fajsisë, ashtu siç kam deklaruar edhe më herët. Dušan Maksimović. Nuk jam fajtor për veprat të cilat më vijnë barë me këtë akt akuzë. Atëherë me qenë se të pandehurit janë deklaruar të pafajshëm lidhur me
ato që i ngarkon akt akuza dhe me qenë se ne jemi rishtazi në këtë shërtim gjyqësor, unë jam i vetëdijshëm që ju paraprakisht keni dhënë fjalën e juaj hyrëse, megjithatë që se keni diçka përtej asaj që keni deklaruar më herët, mundeni me deklaruar, në të kundërtën do t'ju pyes se në veç e veç nëse keni diçka shtesë, nëse ju atër konstatoj thjesht që mbeteni prapa fjalës hyrëse të dhënë paraprakisht, respektivisht me datën 17/04/2025. Prokurori special? Drejt kryetar, nderuar kryetar, nderuar anëtarë të trupit gjykues, avokat të pranishëm, prokuroria konsideron se fjala hyrëse e cila është mbajtur në këtë shërtim gjyqësor me datën 17/04/2025 nuk ka ndryshime, përveç se në fazën e administrimit prova sigurisht që prokuroria do të ketë edhe prova tjera që do t'i adresoj të kjo gjykatë. Okej. Do të ketë prova të reja? Propozuara prova të cilat do t'i dorëzojmë me shkrim. Okej. A ka të bëjë me çështje dëshmitarëve apo prova materiale? Vetëm me prova materiale. Okej, në rregull. Avokat Arianit? Faleminderit shumë. Alban Rashiti? Alban, e keni dhënë fjalën hyrëse, aso kohë, a më me konstatu që mbeteni prapë në saj, nëse s'keni diçka tjetër me shtu? Jo, nuk kam. Faleminderit shumë, Alban. Çlirim Shashiri? Çlirim? S'ka ndru diçka. Faleminderit shumë Çlirim. Mirsat Kryziu? Edhe unë mbetëm po ashtu pranë fjalës hyrëse. Faleminderit Mirsat. Sadat Dushi? Nuk kam çka të shtaj. Faleminderit Sadat, ndërsa siç konstatuam edhe më herët, përfaqësuesi avokati është për Lumnie Bunjakun dhe Fatlon Bunjakun. Po vazhdojmë me radhë. Për të pandehrin Blagojës Pasojević, avokat Ljubomir, keni dhënë fjalën hyrëse, a keni diçka me shtu apo mbeteni pranë fjalës hyrëse? Poshtovani sudi, I nderuar gjyqtar, unë e kam dhënë fjalën hyrëse në fillim të shqyrtimit dhe për tash nuk kam asgjë për të shtuar. Blagojës Pasojević, Takođe isto stajem pri onome što... Gjithashtu mbes pranë asaj që kam thënë më herët. I nderuar gjyqtar, mbes pranë fjalës hyrëse të cilën e kam dhënë më herët në shqyrtimin kryesor, do të shfrytëzoj rastin që t'ju them 2-3 fjali nëse më lejoni. Si që dim, unë nda procedura në raport me Blagojës Pasojević dhe Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović në raport me të akuzuarit të tjerë të cilët janë të akuzuar me këtë akt akuzë të prokurisë speciale. Unë e thras prokurorin special që ta ndryshoj këtë akt akuzë sepse konsideroj se nuk është më adekuate për vazhdimin e shqyrtimit kryesor dhe të akuzoj Vladimir Tolićin për veprimet konkrete. Sepse ju rikujtoj se këtu nuk gjykohet Milan Radojčići, por Vladimir Tolić, Blagojës Pasojević i Dušan Maksimović. Faleminderit. Vladimir Tolić, a keni me shtu diçka për të asaj që tha mbrojtësi juaj? Mbetëm pranë asaj çfarë kam thënë, nuk kam asgjë për të shtuar. Avokatja Jovana, ordonat lutem. Poštovani sudije, ja u I nderuar gjyqtar, në tërësi mbes pranë fjalës hyrëse, të dhënë pranë gjykatës me parashtresë me shkrim të datës 17 prill 2025. Gjithashtu mbes edhe pranë parashtresës me shkrim që ka të bëjë me ndëgjimin e dëshmitarëve, të cilin e kam dorëzuar në gjykatë me 9/7/2025 dhe me 7 nëntor 2025 dhe pranë propozimit për të gjithë dëshmitarët paraprak të ndëgjuar. Gjithashtu propozoj që të caktohet ekspertiza në lidhje me llojin e uniformës, e cila është e prezantuar në faqen 132 të akt akuzës,
dhe ajo që ka të bëj me veprën konkrete e të cilën më herët kam kërkuar nga ana e prokurorisë speciale çfarë do fotografie e cila do të ishte domethënë adekuate për ekspertizë e cilën nuk e kam pranuar. Gjithashtu propozoj që të caktohet ekspertizë në raport me identifikimin me arma kontestuese për të cilën prokuroria thotë se bëhet fjalë për një pushkë snajperk, përderisa ne si mbrojtje pretendojmë se është pushkë ajrore, prandaj kërkojmë ekspertizë në këtë raport dhe kërkojmë që të na dorëzohen gjitha provat e kërkuara, ashtu që të mund të kryhet ekspertiza nga ana e ekspertit të licencuar. Gjithashtu, në tërsi pajtohu me kolegun Delevic, i cili sot e ka prezentuar një qëndrim se aktakuza duhet të ndryshohet, sepse çdo herë që kërkojmë të na dorëzohen provat në tërsi, përgjigjja e prokurorisë speciale është e njëjtë, se bëhet fjalë për provat që kanë të bëjnë me veprën penale, domethënë shpërlarje e parave, dhe se të njëjtat nuk mund të na i dorëzojnë, ndërsa në aktakuzën të njëjtat të përmbajtur dhe nuk e dim se nëse ndonjë provë është domethënë në favor të mbrojturit ton apo jo. Prandaj nga kjo arsye konsiderojmë se është i domosdoshëm individualizimi dhe se në këtë akuzë sakt të caktohet se cilat vepra i vijen domethënë të pandehurve konkretisht. Faleminderit. A pajtohesh me thënien e avokatës, a keni më shtu diçka tjetër për fjalën e juaj hyrëse? Rregull. Nuk e ndëgjohet gjyqtar. Pa mikrofon është. Jush. Ok. Pajtohem në plotni dhe nuk kam asgjë për të shtuar. Tani më ajo po mundësinë për me dhënë propozime konkrete tani tutje për prokurorit edhe me radhë, megjithatë paraprakisht po duam të specifiku që në këtë gjykat janë dëgju dëshmitarët. S'ka nevojë me hiç mos mundë. Alban Reshiti, Çlerim Shaqiri, Mirsat Kryziu, Elec Peci, Avni Shala, Fari Shala, Sadat Dushe, pastaj dëshmitari anonim Efni, dëshmitari Halim Behramaj, dëshmitari Rade Nedeljković, pastaj dëshmitari Velko Ilić, dëshmitari anonim Azë dhe dëshmitarja Dragana Antonjević. Për më tepër, ju informoj porve që ne kemi mbet, siç e dini nga seancat e kaluara, që ta dëgjojmë dëshmitarin Goran Tanevski, por që deri në këto momente nuk kemi arrit me siguru nëpërmjet videolinkut, megjithatë për aq sa zgat kjo procedurë para se ne të vazhdojmë me provat material, gjykata do të bëjë çdo përpjekje në koordinim me autoritetet maqedonase që të njëjtin ta kemi nëpërmes videolinkit. Pra kjo është rrjedha e procedurës deri këtu, po filloj për juve prokurorin nderuar, po që se keni propozime lidhur me surinë e procedurës, fjala për juve dhe pastaj po vazhdojmë me radhë. Faleminderit kryetar, me qenë se gjykues në pajtim me nenin 307 të kodit të procedurës penale, përkatësisht paragrafin 3 të këtij kodi, konsiderohet se ky shërtim duhet filloj rishtazi. Megjithatë, për arsye të ekonomizimit të procedurës penale, dhe duke pasur parasysh se provat janë administruar rregullisht, këtë rast kemi dëgjuar numëri të dëshmitarëve të propozuar nga ana e prokurorisë. Prokuroria i propozon gjykatës që të lexohen formalisht të gjitha këto deklarata në mënyrë që ato të bëhen pjesë e shqyrtimit të ri gjyqësor dhe që procedura të vazhdoj në fazën aty ku ka mbetur, pa përsëritje të panevojshme të provave. Kjo zgjedhje është në përputhje edhe
me kodin e procedurës penale, siç e thash në mënerin 307 të kodit të procedurës penale. Pajtohem me qëndrimin e prokurorit dhe e kam edhe një çështje sa i përket kërkesës kolegës, edhe pse unë nuk kam dilema, plotësisht pajtohem edhe me qëndrimin e dytë prokurorit lidhur me provat. Ndoshta është mirë sot ju me njëherë me marrë një vendim për këtë çështje që me kriju një bazë legale edhe mos me lënë hapsin eventualisht pastaj në ankesë me vepru kush do qoftë këto. Faleminderit. Faleminderit juve avokat. Propozimin e prokurorit special apo keni diçka në kundërshtim? Po, a më me konstatu përgjithë që përkrahen propozimin e prokurorit special që të procedohet me leximin e prova, marr parasysh faktin se dëshmitarët veç se janë dëgjuar në shqyrtim gjyqësor. Avokat Lubomir, cili është qëndrimi juaj? Poštovani sud, I nderuar gjyqtar, të ralla janë situatat kur prokuroria dhe mbrojtja pajtohen. Kjo është një nga ato situatat. Nëse do të fillonim rishtazi, domethënë shqyrtimin kryesor, ne do të humbnim shumë kohë dhe nuk do të fitonim asgjë në shiqim të efikasitetit të tërë procedurës, konkretisht të shqyrtimit kryesor. Prandaj, pajtohem me prokurorin dhe e mbështes propozimin e tij. Por gjyqtar, po pajtohem atë çka ka thënë avokati im. Avokat Miloš Delević. Fjala për juve. Slažem se pred. Pajtohem. Vladimir Tolesh. Gjithashtu pajtohem. Avokate. Poštovani sude, ja I nderuar gjyqtar, unë pajtohem që të lexohen deklaratat e dëshmitarëve, të gjithëve përveç dëshmitares Dragana Antonijević, për të cilën propozoj që përsëri të ftohet nga arsyeja se e njëjta ka qenë e caktuar dhe ka punuar në të njëjtën firmë si i akuzuarit Dušan Maksimović dhe e cila mund të na jap informata më të afërta në lidhje me të, e të cilat janë të rëndësishme për mbrojtjen e tij dhe pa kontestueshëm, domethënë kanë të bëjnë me çështjen e aktakuzës. Konsideroj se prokuroria speciale ka bërë lëshim që ta pyes për gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me Dušan Maksimović, sepse në deklaratën e saj nuk ka asnjë fjalë në lidhje me Dušan Maksimović. Avokatja Gjovana, veç përmes qaru, ka në me qenë se veç është egzaminu dëshmitarja Dragana, a ka diçka që ju konsideroni që ka diçka shtesë në cilën na në shqyrtime gjyqësore, që prokurori, që ju si mbrojtëse, po edhe na si trup gjykus nuk e kemi pyet, nuk e kemi shtërru, e cila nga cilat arsye pastaj kish qenë domosdoshme ardha e saj në këtë seancë shqyrtimi gjyqësor. Veç për sqarim që edhe na me pas në dieni se cilat janë arsyet mbi bazën e cilave kërkohet prap. Apo nuk është po, na? E nderuar gjykat, ajo nuk është ndëgjuar në shqyrtimin kryesor, por vetëm se është lexuar, është konstatuar si e lexuar deklarata e saj. Jam ndjeni, sepse tani ma rikujtut, na kemi bu përpjekje me ftu dhe nuk kemi arrit me pas prezent dhe pastaj ka qenë vlerësimi trupit gjykus që me lexu deklaratën e saj dhe kërkesa juaj është që me provu prap ne ta ftojmë dhe ta dëgjojmë shqyrtim gjyqësor. Është krejt, a kemi të qartë? Okej, faleminderit shumë edhe nere. Po, ashtu është. Avokata, a dashë të diçka lutem? Ka një vendim. Po, për këtë çështje ka një vendim gjyqësor, kështu që mos të përdoret kjo si pretekst për me zvarit procedurën. Sidoqoftë, unë jam gjithmonë që mbrojtjes së akuzuara mi ofru krejt kushtet. Nëse gjykata e vlerëson që mundet me gjetë, atëherë shkoni, po përndryshe vendim kemi për këtë çështje. Avokat, veç mikrofonit lutem. Prokurori special. Më do këtë që e kërkut fjallë. Po, fillimisht mbledhni që të japni kundërshtim për ata që pretendojnë mbrojtja për faktin se dëshmitarja
Vetëm të nëse për është dëshmi- për gjykatën. Kjo Po, po. dëshmitare, A për dëshmitarën po. Po për dëshmitarën. pjesën tjetër propozimit Kjo- prova do t'ja dhof fjalën me radhë pasi që të vendosëm Për dëshmitarën. për leximin ose jo të në administrimit fakt të kjo qartë. dëshmitare ka dhënë deklaratën e saj në prokurori me datë 16/5/2024, Ish ma nga dali prokuror për proces, lutem. dhe që kjo gjykatë në përbërje të trupit gjykues që ka qenë më herët, ka bërë përpjekje të vazhdueshme që ta kontaktoj në adresë siç e ka specifikuar në deklaratën e saj, por që e njëjta nuk është përgjigjur me rregull ftesave të kësaj gjykate, dhe nga njoftime që kemi marrë deri me tani, kërkesa të kësaj gjykate për faktin se deri me tani nuk kemi njoftim të ri që njëjta është kthyer në territorin e Republikës së Kosovës. Përndryshe, as prokuroria nuk e kundërshton dëgjimin e saj sepse vetë ka propozuar në akt akuzë dhe natyrisht do të ishte në interes që njëjta të vijë të deklarohet ata çka ka thonë prokuroria speciale. Faleminderit prokuror, nëse s'ka diçka tjetër. Pas marrjes së propozimit nga prokurori special dhe marrjes së mendimit të mbrojtësit pandehurve, përfaqësuesit palës dëmtuarve dhe të vetë dëmtuarve, bazuar në ninin 307 paragrafin 1, merr akt vendim, konsiderohen të lexuara veprimet e ndërmarra në seancat e datave 25/09/2024, 09/10/2024, 17/04/2025, 09/06/2025, 11/06/2025, 12/06/2025, 13/06/2025, 18/07/2025, 21/07/2025, 22/07/2025, 24/07/2025, 20/10/2025, 21/10/2025 dhe 17/12/2025. Për qenë më i qartë, pra konsiderojmë të lezuara gjitha deklaratat e dëshmitarëve që janë dëgjuar në shërtime gjyqësore me pëlqimin e të gjitha palëve. Lidhur me çështjen, veç atë orëbër, ngritur nga avokatja Jovana, që është në interes të mbrojtjes të bëhen përpjekje të radhës që të dëgjohet dëshmitarja Dragana Antonjević, trupi gjykues, ani pse nuk ka arritur deri tash të siguroj prezencën e saj, përkundër faktit që nga gjykata janë bërë gjitha përpjekjet, dhe marë për bazë faktin që ne vetë se kemi të aprovuar që të dëgjohet edhe dëshmitari Miloš Radosajlević, faleminderit. Si trup gjykues do të bëjmë edhe një përpjekje të radhës, po që se do të mund të asigurojmë dëshmitarën Dragana. Megjithatë, po që se edhe konfirmimet e radhës janë të njëjta nga ato paraprake, edhe deklarata e kësaj dëshmitare do të mbetet e lexuar si e dëshmitarëve tjerë, në mënyrë që mos të prolongohet procesi gjyqësor, por pasi që paraprakisht kjo gjykatë do të bëjë edhe një përpjekje. Deklarasht. Si të specifikoj avokatja Jovana në fjalën e saj hyrëse, në parashtresën e saj të datës 9/07/2025, ka paraqitur kësaj gjykate propozime për dëgjimin edhe të 9 dëshmitarëve të tjerë, e po ashtu sot në fjalën hyrëse specifikoj edhe propozimet për nxjerrjen e ekspertizave. Andaj po që se palët të tjera nuk kam propozime të reja,
për plotësimin e provave personale, respektivisht dëgjimin e ndonjë dëshmitari të ri, i japim fjalën avokatës Jovana që të jep arsye specifike për secilin dëshmitar dhe provë të propozuar, me qëllim që të japë mundësi edhe palëve tjera të përgjigjen, e pastaj që trupi gjykues të tërhiqet për vendim lidhur me dëshmitarët e propozuar. E nderuar gjykat, dëshmitarët e propozuar, sipas qëndrimit të mbrojtës, duhet të ndëgjohen duke pasur parasysh se Dušan Maksimović Për kthimet edhe për shkak të procesit verbal. Da. nga data 23 shtator 2023 e deri në arrestimin e tij, domethënë në shtator të 2023-s, konstant ka qenë në shoqëri të dëshmitarëve të propozuar. Dëshmitarët kanë domethënë një uri të drejtë për drejtë në lidhje me atë se kur dhe ku ka qenë Dušani në momentin kritik. Dëshmitarët konkret të propozuar, e unë do t'i lexoj me radhë, mund të na japin informata në lidhje si në vijim. Dëshmitari propozuar në numër 1, Milosavljević Suzana, ka dijeni, ka njohuri në lidhje me atë se Dušani ditën kritike kur është arrestuar me 25 shtator, fillimisht ka biseduar me një patroll të policisë, e cila e ka udhëzuar se në cilën drejtim duhet të niset. Ne, ja sam ih... Gjyqtar, unë i kam numëruar të gjithë, ndoshta nuk keni mundur të shënoni. Kur e kam arsyetuar dëshmitarët që kanë qenë së bashku me Dušanin, me 23 dhe 4 shtator, i kam përmendur edhe Milosavljević, Anđelković, Radojković dhe Radosavljević. Mogu još jednu rečenicu. Edhe një fjali. Unë e di se bëhet fjalë për një numër të madh të dëshmitarëve, por kjo është një vepër penale shumë serioze. Prandaj konsideroj se mund të ndëgjojmë shumë shpejt, sepse secili prej tyre do thotë atë çfarë di. Konsideroj se mundem me një seancë gjatë një dite të ndëgjojmë të gjithë dëshmitarët, e konsiderojmë se domethënë i kem burg të njëjtit drejtësisë. Sharim, ndoshta. Nëse kuptova sakt, dëshmitarët janë ndonë dy grupe që realisht vërtetojnë çështjet e njëjta, nëse kam kuptuar sakt, ndoshta për kapërthimi. Dhe është domosdoshme sipas juve që dëshmitarët që pretendoni që i vërtetojnë faktet e njëjta me u dëgju të gjithë, apo munden edhe me bëni klasifikim? Gjyqtar, unë do dëshiroj që t'i ndëgjojmë të gjithë, sepse duke marrë parasysh peshën e veprës penale e cila i vihet në barë Dušanit, për neve është domosdoshme që të mbështesim edhe mbrojtjen dhe të vërtetojmë atë çfarë Dušani ka pretenduar që nga fillimi. Të gjithë dëshmitarët kanë njohuri rreth çështjeve të numërta të cilat domethënë prokurori e ka pyetur Dušanit në prokurorinë speciale të Kosovës dhe jam i sigurt se secili prej tyre mundet domethënë që të kontribuojnë në vërtetimin e të vërtetës. Me radhë avokatash. Dušan, kemi një propozim të avokatës t'juj, lidhur me dëgjimin e të nënë dëshmitarëve. A e përkrani propozimin e avokatës? A keni diçka tjetër me shtu? Pajtohem plotësisht me propozimin e avokatës dhe nuk kam çfarë tjetër të shtoj. Është të diçka nëse s'gave? Samo jedna... Vesh një konstatim. Janë në pyetje 10 dëshmitarë. Nënt, po flas përveç dëshmitarit Miloš, i cili paraprakisht veç është aprovu.
A është me dëshmitarin Milosh janë 10 apo? E po, në rregull, sepse Po, si nën dëshmitar të propozimit të rit ju jenë, sepse për dëshmitarin Milosh vetë se trupi gjykues ka marrë paraprakisht vendim që të dëgjohet këtë kontekst. Okej. Atëre avokati Arenit e ka lyp fjalën, megjithatë po shkoj me radha, avokat i prokurorit edhe tutje nëse pajtoheni. Që t'ja u dho fjalën gjitha palve lidhur me pretendimin e avokatës Jovana. Prokuror veç ma nga dalit lutem për procesor, na drejt për drejt fjala është. Ndëruar gjykat, me qenë se prokuroria ka pranuar një shkresë nga ana e mbrojtjes përmes kësaj gjykate, shkresën e datës 9/7/2025, lidhur me propozimin për ndëgjimin e dëshmitarëve të ri nga ana e mbrojtjes, pas analizimit të kësaj shkrese, kjo prokurori e kundërshton propozimin nga ana e mbrojtjes për dëgjimin e këtyre dëshmitarëve, për arsye se propozimi i tillë ka mungesë të relevancës dhe individualizimin konkret të provës për çka janë propozuar. Mbrojtja ka propozuar dëgjimin e një numër të madh të dëshmitarëve nga i njëjti lokalitet apo më saktë fshatit Banjsk, duke u kufizuar në pretendimet e përgjithshme sepse të njëjtit do të flasin për lëvizjet e të akuzuarit të datës 23-24 shtator 2023. Megjithatë, nga ky propozim, këta dëshmitar nuk rezultojnë se do të na tregojnë diçka konkretisht lidhur me ata për çka e ka propozuar mbrojtja, nuk na për çka e ka propozuar mbrojtja, cilat janë rrethonat kohore dhe vendore për cilat ata do të na flasin, apo se si këta dëshmitar do të ndikonin në vlerësimin e fakteve vendimtare të propozuara në akt akuzë. Pra, një propozim i tillë mbetet abstrakt, është i përgjithshëm dhe jo i lidhur drejt për drejt me objektin e akuzës. Nga informacioni dhe shkresat e lëndës, rezulton se një pjesë e konsiderueshme e këtyre personave ose dëshmitarëve të propozuar nga ana e mbrojtjes si dëshmitar nuk kanë të dhëna të plota personale. Në disa raste nuk mund të evidentohet identiteti sakt i këtyre personave, për çka e bën të pamundur që këta persona të konsiderohen si burim i besueshëm përmes shokëve të klientit saj. E përkujtoj gjykatën se a ka qenë as ka qenë aty në kohën e sulmit klienti saj, nuk është prova vetme, ka prova materiale siç i ceki prokurori. Çka është thelbi i akt akuzës? Organizimi dhe pjesëmarrja në një sulm të armatosur për shkputjen e një pjese të veriut Kosovës. Tash, mbrojtja po tenton me 10 dëshmitar
disa prej tyre të cilët nuk i kanë as shënimet e plota, me kriju një alibi. Unë e kuptoj që në këtë fazë të akuzuarit i mbron prezumimi pa fajësisë. Por, njëtë në kohë gjykata do të me pas parasysh që kemi prova të pakundërshtueshme për këtë rast. Kështu që ky propozim është vetëm një lloj tentative për me kriju një mjegull edhe me zvarit procedurën. Unë propozoj edhe pse jam gjithmonë për me leju maksimalisht mbrojtjes gjitha mjetët me i përdor, me i realizu drejtat e veta, kjo është një zvaritje. Mbi gjitha, alibi mundet mu kriju veç me një dëshmitar, s'ka nevoj dhejt. Mundet një me thirë, dhe qaj dëshmitar, natyrisht se gjithë ne do të mirë me testu dëshminë e ti, se sa do që do këtë radikale edhe absurde këtë që ka për thonë kështu para gjykatës, nuk më i për thonë. Propozimi mbrojtjes është që të ftohen miqt e të akuzuarit për pjesëmarrje në një sulm që ka pas qëllimin me shkput një pjesë të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit nderuar trup gjykues, nderuar pranishëm. Në parim, propozimi i kolegës Filipović është në kundërshtim me nenën 250 të KPPRK-s, sepse kjo dispozit ka karakter eksplicit. Është mangadale për proces. Po. Pra, mbrojtja mund të paraqes prova për konstatimin e alibit dhe emrat dëshmitarëve vetëm 30 ditë pas konfirmimit të aktakuzës. Dhe dispozita ligjore është fare e qartë, thot jo më vonë se 30 ditë. Ne jemi të vetëdijshëm se ekzistojnë dispozita të tjera që i lejojnë mbrojtjes kur do të propozojë dëshmitar. Por kjo nënkupton se po që se nevoja për ata dëshmitar ka lindur gjatë procesit, apo emrat e atyre dëshmitarve ka ndalur në proces e sipër. Por në rastin konkret, kolegja që propozoi dëshmitarët e tha se ata do dëshmojnë se kanë bërë grell së bashku, dhe kjo e cili do pretendim tjetër, nuk mund të rëzoj e të zhbëj provën që kemi tani në shkesat e lëndës, uniformën e vetë Dušan Maksimovićit së bashku me antiplumin që kishte në dhomën e tij të fjetjes, që dëshmon për pjesëmarrjen e tij aktive në grupin terrorist, pavarësisht ditës kritike që ajo është arrestuar në rroba civile, dhe ka prova të mjaftueshme se ai ka qenë pjesë aktive që nga pjesëmarrja në rojat e urës e deri në ditën kritike kur është arrestuar. Pra, proceduralisht, propozimi është në kundërshtim me dispozitat ligjore, e në anën tjetër është fare pa relevancë, sepse nuk ka nevojë të tentohet të provohet çështja tashmë e provuar. Në këtë rast përfundimisht mendojmë se vetëm është prolongim i kësaj çështje dhe bie në kundërshtim me dispozitat ligjore. Faleminderit për durim. Unë e mbështes prokuroren në fjalën e tij dhe kolegët parafols, duke e kundërshtu propozimin e kolegës për të dëgjuar dëshmitar të tjerë, andaj gjykatës i propozojmë që ta refuzoj këtë propozim nga ana e mbrojtjes. Faleminderit juve avokata. Nderuar gjyqtar, para shtresa e kolegës Filipović nga data 9 korrik të vitit kaluar, i cila është dorëzuar në gjykat, deri në ditën e sotit, mua, si mbrojtës të pandehurit Spasojević, nuk më është dorëzuar. Sa e di as kolegut Delević, ajo para shtres nuk i është dorëzuar,
dhe konsideroj se është dashur me patjetër të na dorëzohet, sepse nuk është e pranueshme që mbrojtësi i njërit nga të pandehurve të propozoj një numër kaq të madh të dëshmitarëve e që ndërsa që mbrojtësit e të bashkëpandehurve të tjerë nuk dinë asgjë rreth kësaj pune. Ashtu që në këto lloj situate, unë personalisht nuk mundem të vlerësoj se, domethënë dëgjimet e ardhshme të çfarëdo dëshmitarëve, nëse do të vijë deri te ajo, të çfarëdo dëshmitari, a ka të bëjë me të mbrojturin tim, dhe nëse ka të bëjë, në çfarë mase dhe në çfarë rrethana ka të bëjë me të. Tash kemi dëgjuar arsyetime verbale të kolegës Jovana Filipović, se në çfarë rrethana propozon dëgjimin e këtyre 9 përkatësisht 10 dëshmitarëve. Përshtypja ime është se pasi që kam dëgjuar këtë, që domethënë dëshmitë e ardhshme të këtyre dëshmitarëve nuk kanë të bëjnë me të mbrojturin tim Blagoj Spasojević, prandaj për shkak të kësaj unë nuk e kundërshtoj propozimin e kolegës Filipović, pasi që veç e kam fjalën, të them edhe diçka për fund. Është sakt kjo që ka thënë kolegu Rudari në lidhje me nenin 250 të KPP-s, por dëshiroj që ta rikujtoj gjykatën edhe tek neni 283 edhe 346 të kodit të procedurës penale, të cilat lejojnë propozimet e provave të reja dhe me atë edhe dëshmitarëve të ri edhe pas kadimit të afatit nga neni 250, ashtu që besoj që gjykata duhet ta pranoj këtë propozim. Mjegu lidhur me këtë çështje, parashtresa e datës 09/07/2020 përmend vetëm emrat dhe arsyeshmërinë e shkurt për datat që i ceka më herët, ndërsa elaborimet janë ato që i ka dhënë avokatja në këtë rast, që janë shumë të zgjeruar se parashtresa, e në cilën rast se dhe për juve keni pas mundësi me kundërshtu apo me mbështet avokatën Jovana në propozimet e saj. Avokati Millësh, më duket të kërkuar. Vetëm ta vërtetoj se edhe mu nuk më është dorëzuar parashtresa, por kjo nuk është pengesë, domethënë që ta mbështes propozimin e kolegës që të ndëgjohen dëshmitarët rreth vërtetimit të së vërtetës. Edhe në fjalën hyrëse kam cekur se propozimi i mbrojtjes është që këta dëshmitarë të ndëgjohen. Pra, nuk ka qenë kurrë tejkalimi i afatit të dhënë në parashtres të fjalës hyrëse, të cilën e kam dorëzuar gjykatës me 17 prill 2025, të njëjtën ditë kur ka qenë dhe fjala hyrëse para herë të parë me kryetarin e trupit gjykues paraprak, në faqen 4 është propozuar ndëgjimi të gjithë këtyre 9 dëshmitarëve me elaborim të plot se në çfarë rrethana të njëjtit do të ndëgjohen. Pra, kur kam dëgjuar se as parashtresën e me siguri as fjalën hyrëse nuk i u ka dorëzuar, andaj kam qartë se i bën këto kundërshtime. Sa i përket qëndrimit, të cilën e ka dhënë Prokuria Speciale sot, mu jashtëzakonisht më shqetëson ajo gjë që ka deklaruar se Prokuroria Speciale është marrë me identitetin e dëshmitarëve dhe për çfarë arsye ka konsideruar se të njëjtit nuk janë të plot.
pse prokuria speciale ka qenë aq interesuar për identitetin e këtyre personave, të gjithë dëshmitarët janë të cekur me emra, mbi emra, si dhe adresat e tyre. Sa i përket konstatimit se të gjithë dëshmitarët janë nga fshati Banjsk, i nderuar gjyqtar, unë nuk mund të ftoj dëshmitar nga Gjakova që t'japin domethënë mendime për Dushanin, të cilët nuk e njohin Dushanin, apo në lidhje me ndonjë ngjarje që ka ndodhur në Banjsk. Pra, nëse dikush duhet të ketë dijeni të drejt për drejt që të jetë dëshmitar, ai duhet të jetë nga ai vend. E gjykata është ajo e cila duhet të vendosë se a do t'ju falë besimin atyre dëshmitarëve apo jo, edhe në çfarë mase. Gjithashtu, të gjithë këto që kemi cekur në lidhje me elaborimin, edhe në fjalën hyrëse, edhe në seancën e sodit, në lidhje me këta dëshmitar, nuk është në kurrfarë kundërshtimi me provat materiale të propozuara. Sepse pikërisht këto prova materiale kanë treguar, domethënë me ekspertizë, se ADN-e Dušan Maksimovićit askund nuk është gjetur, si dhe domethënë gjurmët e barutit janë negative, që padyshim mund të vërtetohet se nuk ka shfrytzuar, nuk ka përdorur armë. Prandaj të gjithë dëshmitë e këtyre dëshmitarëve, Ju kisha lutë çdo elaborim që keni edhe lidhur me këtë çështje, urdhënoni, është fjala juaj ti propozoni, në mënyrë që të shfrytëzojmë sot kohën që kemi në dispozicion, të marrëm mendimin edhe të palëve tjera në procedurë, në mënyrë që gjykata të konsumon këtë kohë para se të vendosë lidhur me të gjitha propozimet e juaja. Kështu që urdhënoni fjala për juve nëse jeni i gatshme. Ovako, poštovani sude, na kështu, e nderuar gjykat, në faqen 132 të akt akuzës, gjenden fotografi të caktuara të akuzuarit, të cilat prokuria speciale prezanton si prova kryesore në lidhje me Dušan Maksimovićin. Në raport me këto fotografi, të cilat neve nuk na janë dorëzuar në format i cili do të ishte i përshtatshëm për ekspertizë, ne propozojmë që të kryet një ekspertizë nga ana e një eksperti të licencuar për të listën e të cilëve Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka. Fakt jam i befasuar nga ana e mbrojtjes së si ka një propozim që të bëhet ekspertizë të fotografisë, e cila fotografi është nxjerrë nga ana e telefonit të tani të akuzuarit Dušan Maksimović, dhe që kjo fotografi është nxjerrë mbi bazën e ekspertizës dhe ekzaminimit të telefonit e tij me rastin e arrestimit e tij. Pra, nuk e di që ka ndonjë ekspert, të paktën unë nuk kam informacione si prokuror, që mundet dikush me bo ekzaminim të fotografisë në krahasim me rrobat cilat janë gjetë në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur sulmi në Banjsk. Nga i ka marrë prokuroria këto fotografi, e kemi specifiku qartazi në aktakuzën tonë, që me rastin e ekzaminimit të telefonit, fotografit janë bërë nga ana e të akuzuarit në telefonin e tij personal. Dhe çka ka pretendu prokuroria përmes këtyre fotografive, është se këto fotografi kemi thonë që janë lidhen saktësisht me përgatitjen e grupit, e që në rastin konkret veprimet e tani të akuzuarit Dušan janë vërtetuar se këto përgatitje kishin qenë të mirë të organizuara me rastin e sulmit në Banjsk. Në fjali tash sqaroj.
Dhe pastaj e pjallojmë fjalën. U redu. Oke, në rregull, nëse pajtojnë gjithë, nëse ka nevojë për ndaj qarem që kemi keq kuptuar, na të lutem. Në rregull. Ne gjithmonë thojmë ndoshta është gabim përkthim edhe pse e kërkoj falje për kthyesve, por nuk e di pse prokurori është i befasuar me këtë propozim, sepse ne edhe në fjalën hyrëse e kemi propozuar këtë ekspertizë, e kjo çka sa të po them është se ekziston eksperti i cili mund të vërtetoj se kjo fotografi nga prokuroria a është uniforma e njëjtë apo jo, dhe në bazë të fotografisë të vërtetoj se cila lloj e armës është në pyetje. Ne nuk e kontestojmë nga kardha e fotografi, por nuk është e njëjtë se a fotografohet dikush me pushkë snajper apo me pushkë ajrore. Dhe kjo është ajo çfarë dëshirojmë të vërtetojmë në këtë procedurë. Unë i kërkoj falje kolegës nëse e kom kuptu gabimisht aludimin e saj, po më shqetësoj fakti që tha në një mënyrë prokuroria është marrë me dëshmitar që i ka propozu. Pro thot i ka këshyrë kushën. Ja, përkujtoj kolegës që është kjo punë e prokurorisë, natyrisht që ka me këshyrë kushën dëshmitarët e propozu, ma ekzistojnë ata njerëz, e mbi gjitha ka me këshyrë edhe backgroundin e tyre. Kemi të bëjmë me një rast terrorist, Afrim Bunjakun, familjen e cilit e përfaqësuar e ka vrarë dikush një terrorist që në fund këtij gjykimi ka mu vërtetu kush e ka vrarë. Ai nuk ka vdek me vdekje natyrale. Kështu që kjo është një çështje shumë e ndjeshme dhe natyrisht që prokuroria ka me këshyrë çdo dëshmitar kush paraqitet. Unë edhe nuk pres ndryshe që vepron. Faleminderit. Faleminderit avokat. Shpresoj të mos ngarkojmë shumë procesin, mirë po e mbështes qëndrimin e prokurisë se nuk kemi ekspert që bën ekzaminim të uniformave, sepse uniformat nuk kanë ADN të veçantë, e hiq ma pak nga fotografia me uniforma të tjera. Mjafton fakti që tani edhe vetë kolegja Jovana e pohon se Dušan Maksimović ka qenë posedim të uniformës. Shtes Kolegët, kolegë dhe prokurorin special. po, duke qenë se nuk ka ndonjë ekspertizë që ekzaminon uniformat, qysh munden me u ekzaminu rrobat e mia me rrobat e tua në këtë rast, po i drejtojmë kolegës. Kështu që propozoj që të refuzohet ky propozim dhe se e mbështes qëndrimin e prokurorisë dhe të kolegëve parafolës. Faleminderit avokate. Samo kratko, Vetëm shkurt. Unë pajtohem me propozimin e kolegës Filipović. Sudija, ja itekako mislim da... Po, gjyqtar. Unë mendoj që eksperti mund të na jep informata në lidhje me atë se uniformat apo rrobat janë të njëjta. Pra, kushdo domethënë shikim të lirë mund të shesa bëhet fjalë për domethënë për rrobat të njëjta që i kam unë apo kolegja, pra nuk është kurrë kontestuese. Unë konsideroj se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka ekspertë të licencuar të cilët mund të japin këto informacione. E kemi listën e ekspertëve dhe muj me shkrim t'ju propozoj, apo sot këtu në seancë mund t'i caktoni emrat e ekspertëve si çdoni. E keni edhe shërbimin e forenzikës. Çdo qoftë që ju e konsideroni që është e nevojshme, unë mendoj që është e domosdoshme të vërtetohet se a bëhet fjalë për uniformë të njëjtë apo jo, dhe se a bëhet fjalë për pushkë ajrore apo snajper. Prandaj nuk e di nga erdhë kolegës kjo se ndonjë uniform është gjetur në dhëmë të fjetës, përderisa prokurori vetë ka thënë se një uniform të tillë nuk ka. Faleminderit. Nuk keni diçka me shtu, trupi gjykues tërhiqet për një konsultim të shkurt për rreth 5 minuta dhe kthehemi prapë për të vendosur lidhur me propozimet e avokatës Jovana.
Pas konsultimit lidhur me propozimet e avokatës Jovana me rakt vendim, refuzohet propozimi i avokatës Jovana që në cilësi të dëshmitarve të dëgjohen nën dëshmitarët e propozuar si në parashtresën e datës 09/07/2025. Kjo për faktin se trupi gjykues ka vlerësuar se as nga vetë pretendimet e prokurorisë speciale nuk rezulton roli i drejt për drejt aktiv i të pandehurit në datat kritike të përshkruara edhe në parashtresën e mbrojtjes, për çka rrjedhimisht nuk do të ndryshonte vlerësimin e gjykatës mbi pafajësinë apo fajësinë e të pandehurit, pasi që i njëjti akuzohet se ka pasur vetëm rol ndihmues të grupit të organizuar, gjithnjë sipas pretendimeve të prokurorisë. Nën 2, refuzohen propozimet e mbrojtjes për nxjerrjen e ekspertizës së krahasimit të uniformave. Kjo për faktin se trupi gjykues ka vlerësuar se një vlerësim i tillë është i thjeshtë nga vetë përbajtja e fotografive, po që ose uniforma në fotografitë të pandehurit Dushan është e njëjtë apo jo me të panderëve të tjerë. Dhe krejt kjo pastaj do të vlerësohet në besueshmërinë e provave dhe gjendjes faktike të pretenduar nga prokuroria. Po ashtu, po që se arma ka qenë snajper apo automatike, nuk ka ndonjë relevancë për trupin gjykues, në faktin se a ka qenë apo jo i përfshirë i akuzuarit Dushan në grupin e pretenduar terrorist. Andaj mbi këto arsye, trupi gjykues ka vlerësuar që të refuzohet ky propozim i mbrojtjes. Megjithatë, me rastin e shpalljes së aktgjykimit dhe përpilimit të aktgjykimit, trupi gjykues do të jep një arsyetim më të detajuar lidhur me bazën ligjore dhe arsyeshmërinë e refuzimit të këtyre propozimeve. Dërsa, si që është specifikuar edhe në fillim të këtij shqyrtimi gjyqësor, propozimi i avokatës Jovana Filipović që në cilësi të dëshmitarit të dëgjohet dëshmitari Miloš Radosavljević mbetet valid si në aprovimin paraprak të kësaj gjykate. Pikror me qenë se çështjet për cilat kemi konsideruar që sot duhet të shterim proceduralisht tani më janë diskutuar gjitha. Është një propozim i nderuar kryetar, sa i përket ndëgjimit të dëshmitarëve, ndoshta është mirë me
përfundu dëshmitarët që i ka propozu prokuroria, pastaj me fillu me dëshminë e dëshmitarëve që i ka propozu mbrojtja. Po, cilë dëshmitar është përpas se dëshmitarët që nuk e kemi... Tanovski dhe Po, Dragana. qartë, por na në të njëjtën datë do të bëjmë përpjekje, qofse na nuk mujmë i siguru, do të vazhdojmë me i lexuar, do të vazhdojmë. Po në kundërtën qofse na i sigurojmë të njëjtën, ne përfundojmë me radhën e juaj dhe vazhdojmë me avokatën që përmerujt edhe rrjedhën procedurale. Megjithatë, po që se na nuk mujmë me siguru të njëjta data, por mujmë me siguru të gjithë, mujmë edhe me lëviz me data sepse është në kuadër të kodit procedurë, në mënyrë që mos me prolongu procesin dhe këto data me përmbyll me procedurën e procave. Megjithatë, na do t'ju njoftojmë me kohë lidhur me agjendën pasi që na si trup gjykues do të ndërmarrim gjitha veprimet. Nëse ju nuk keni diçka tjetër, na e kemi përmbyll për sot, shihemi në sanë.